Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Sot pranë jush do të vim me një histori shumë të dhimbshme, me një histori që në fakt më ka prekur tepër, një letër e shkruar nga një grua, e cila tregon tmerrin që ka kaluar nga vjera e saj dhe pikërisht në kohën kur ajo u bë shtatzën, domethënë në kohën kur vajza qëndronte sot të jetë shtatzën, vjera e largoi nga shtëpia. Sot kjo nuse është mes dy rrugëve, do me thënë dëshirën e saj për ta sjellur fëmijën në jetë mirë e shëndosh, por edhe mundësinë që nuk mund të jetë në jetën që ka qenë. Ndonjëherë i them me vete se jeta ime do të kishte qenë krejt ndryshe, sikur të mos e kisha takuar atë njeri. Por pastaj mendoj më thellë, ai nuk ishte faji. Faji ishte një grua tjetër, një grua që duhej të më kishte pranuar, të më kishte mbështetur, të kishte qenë nën e urtë edhe e mençur. Por ajo ishte e kundërta, ajo ishte stuhia që shkatroi gjithçka më përpara, duke mos më lënë pas asgjë tjetër përveç rënojave të shpirtit tim. Para se ta njihja atë, jeta ime nuk ishte perfekte, por ishte e qetë. Eci në punët e mia, e rrethuar nga disa njerëz që mua më donin. Disa që jo, por gjithmonë me këmbët në tokë. Nuk isha nga ato vajza që ndronte dasma prallash. Thjesht doja një njeri të mirë, dikë që të më kuptonte, që të më respektonte, që të më jepte një familje të shëndetshme. Dhe kur e takova, mu duk se kishte ardhur një dritë e madhe në jetën time. Ai ishte i buzëqeshur, ishte i qetë, i kujdesshëm, fliste me butësi, më pyeste për gjithçka dhe më dëgjonte. Më tha gjërat që vetëm apo që çdo vajzë dëshiron t'i dëgjoj. Më dha besimin, dhe unë si çdo zemër e pastër e besova. As nuk e imagjinoja se pas kësaj fytyre të butë fshihej një njeri i dobët, i kontrolluar plotësisht nga një dorë tjetër, dorë e cila më shtrëngoi fytin psikologjikisht për muaj me radhë. Dhe ajo dorë ishte e vjerës time. Dita që shkova për herë të parë në shtëpinë e tyre është një ditë që nuk e haroj dot. E mbaj mend secilën detaj. Dera u hap, ajo më pa dhe sytë e saj më përshkuan si thik. Nuk foli, nuk buzëqeshi, nuk më dha dorën, thjesht më skanoi. Ishte një shikim që të ngrinte gjakun, një shikim që të thoshte nuk të dua dhe nuk do të dua kurrë. Në atë moment diçka ndjeva brenda vetes, një zë i vogël që më tha të kisha kujdes. Por unë isha e dashuruar, isha naive, dhe e mbylla atë zë brenda vetes time. Ula në tryez dhe ajo nuk më foli fare. Vetëm përplaste enët, e shante në zë jetën, fatin, gratë e djemve të tjerë, si kur donte të më përçmonte edhe pa më folur. Dhe pavarësisht kësaj unë buzëqeshja. Thoja, do të më pranoj me kohën se nuk i dihet, por isha shumë gabim. Kur u shpërngula për të jetuar me ta, filluan ditët e mia më të errta. Në fillim as nuk e dija ku të hidhja syt. Çdo hap që bëja ndiqej nga ajo. Hapja derën e frigoriferit, ajo vinte pas. Shkoja të laja duart, ajo më shikonte direkte në pasqyrë. E ngrinte vetullën sikur çdo gjë që bëja ishte e gabuar. Më pyeste me një ton përbuzës. Sa hor fleti? Pse je vonë? Pse ha kaq shumë? Pse nuk fole me këtë? Pse dole? Kush të telefonoi? Dhe unë e hutuar përpiqesha t'ja shpjegoja, por nuk kishte rëndësi. Ajo donte kontrollën.
donte power, donte fuqin, donte të më poshtëronte çdo ditë edhe më shumë. Në ato ditë fillestare ajo përdorte të birin kundër meje. I mbushte mendjen me dyshime, me gënjeshtra, me fjalë të pabaza. Edhe ai në vend që të më bronte, ai heshte, dhe heshtja e ati ishte thika më e fortë që unë e merja në shpirt. Sa herë kujtoj, më mbërthen një dhimbje në stomak. Ajo nuk më foli kur me respekt. Jo një herë. Më thëriste me epiteti që edhe tani më vjen zor t'i përsëris. Më thoshte se nuk dija të bëja asnjë gjë, se nuk isha për në shtëpi, se nuk isha as për të birin e saj. Ndonjëherë më fliste sikur të isha shërbyese unë. Ndonjëherë sikur të isha fajtore për gjithçka që i kishte ndodhur keq në jetën e saj. Kur ndonjë pjatë krisej, ajo thoshte, e ke bërë ti me qëllim, se s'ke qef të rish këtu. Kur djalit të saj nuk i pëlqente diçka, ajo i përshpëriste në vesh, e ke zgjedhur gabim nusen. Edhe kur heshtja, ajo gjente arsye të më urrente. Edhe kur qaja, ajo më thoshte mos ma luaj viktimën. Njerëzit që të duan nuk të marrin frymën çdo ditë. Por ajo ronte vetëm për të më parë mua të lënduar. Kur mësova se shtatzania ishte tek mua në trup, lotët më rodhën nga gëzimi. Mendova se kjo ishte dhurata më e madhe e jetës time. Mendova se më në fund do të sillja paqe në shtëpinë time. Mendova se një jetë e re ndoshta do ta zbuste zemrën e saj të akullt. Ktu gabova. Kur i tregova, ajo as nuk e ngriti kokën fare. Tha vetëm po ç'të duhet fëmia, se mban dot as veten, e jo më ti të mbajt ke fëmijët. Imagjinoni çfarë vjere. Me thënë një nënë që uren nipërit apo mbesat e saj, që do me thënë sot Zotit i lutemi për të pas fëmija, jo uren. Nuk e besova, thot, më koput shpirti. E dija që ajo nuk më donte, por të mos të donte as nipin e vet, e të mos të gëzohej për ardhjen e një fëmije, kjo ishte mizore. Në vend që të më kujdesej se isha shtatzën, ajo më raskapiste më shumë, më vinte në punë të rënda, më ofendonte dhe më keq, më bënte që të qaja çdo natë. Dhe djali i saj, ai thoshte, mos e tepro, ajo të do. Se di, nuk mund ta imagjinoj dhe sot që po shkruaj këtë letër. Ishte një pasditë e ftohtë. Kishim pasur një ditë të vështirë. Unë isha lodhur e fryrë nga shtatzania, duke mos ndjer asnjë mbështetje. Ajo më uli poshtë përballë djalit të saj dhe më tha: ti kjo shtëpi nuk të ka dashur kur. Nuk të dua, as fëmijën tënd nuk e dua, as edhe ty. Largohu. E thash me një zë që me zi dilte, po djali juaj, po familja, po fëmija. Ajo qeshi me përbuzje dhe ai nuk bëri asgjë. Nuk foli, nuk më mbajti, nuk më tha asnjë fjalë, mos ik. Ai vetëm ja uli kokën edhe e la nënën të fliste për të. Në atë moment diçka u thye brenda meje. Mora pak rroba, mora çantën edhe dola. Me barkun që ritej, me zemrën që më digjej. Askush nuk më ndoqi, askush nuk më pyeti nëse isha mirë. Askush nuk më tha mos u largo. Ishte era e parë në jetën time që ndjeva veten krejtësisht e vetme. Por ishte edhe era e parë që e kuptova se duhet të shpëtoja veten. Sot jam ende e lënduar, por e fortë, por jam shtatzën. Po jam vetëm. Po unë dava nga ai që e mendova se do t'ishte buri jetës sime, por unë kam një arsye të madhe për të jetuar
fëmijën tim. Fëmija im nuk është forca ime, është gjithçka që kam. Ai është shpresë, ai më mban të fortë. Unë dua të ndërtoj një të re, do të ngrihem përsëri, do të qesh përsëri. Dhe ndoshta një ditë ai do të kuptoj se njeriu që nuk më mbrojti humbi dy njerëz që e donin. Por mesazhi im për këtë gjë është që mos prisni askënd t'ju shpëtoj. Mos prisni ndryshimin e njerëzve që nuk ju duan. Mos u sakrifikoni për shtëpi që ju mbytsin çdo ditë. Ju keni Zotin, veten, fëmijën tuaj. Dhe kjo mjafton. Një vjerë mund të shkatroj një martesë, por nuk mund të shkatroj një nën të fortë dhe unë jam për një nën e tillë. Në fakt, ky është rrëfimi i kësaj nuses. Unë do kisha dashur ta mbyll me një mesazh siç unë e kam në fakt zakon që të mbyll me mesazhe që asnjëherë mos u dorëzo. Edhe bashkëshorti jot një ditë do ta kuptoj që pa marrë parasysh që ka dëgjuar nënën, sepse nëna është vërtet për ta respektuar, por jo kur ajo e ka gabim, si në rastin tënd. Familja është e shenjtë dhe ai duhet të respektoj familjen e tij. Dhe uroj një ditë që ai të bindet dhe të respektoj familjen nga ku vjen.